Man radhiya billahi rabba, kush është i kënaqur që Allahu është Zoti i tij, ai meriton të adhurohet, atij takon adhurimet. Është hyrë në zemrën e tij. An yuhibba Allah dhaqa ta'am al-iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina. Dhe është i kënaqur që mjafton për mua Islami, si feja Allahu madhruar. O bi Muhammedin nabija, dhe është i kënaqur me zemrën e tij që Muhammedi është dërguari im sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shija iman, po dërguar Allahu xhalesha na tregon për të rritur një shija iman, një është ëmbëlsia e imanit, që është pozita më e lartë vëllezër. Ëmbëlsia. Edhe thot Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fi", kush e ka krijuar tre cilësi në veten, wujida halawatul iman, ai ka për të shijuar ëmbëlsia e imanit. Edhe kjo është pozita më e lartë. Besimtari duhet të rrit për ditë afërmiteti i tij tek Allahu madhruar deri në momenti i fundit. Ai është ngelur kur vin urdhi Allahu xhaleshanu për vdekja. Allahu xhaleshanu çfarë ka thënë? Edhe Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shpagon pastaj. Ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Momenti i fundit vëllezër kur vin në jetën tonë, vin engjeli Allahu xhaleshanu dhe thot: "O nafsi mutma'in, o nafsi qet, shpirti qet, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya", ka ardhur momenti i fundit, hajde me iknesi tek Allahu xhaleshanu. Ai nuk u mërzitet duke larguar dunia. Pse ai s'ka punuar për këtu. Një njeri nga Shqipëria ka ikur në Amerikë, në Kanada, në Gjermania, edhe ka mblidhur pasuri dhe ka dërguar ty. Kur do vi dita për të i kthehur Shqipëria, ka për të mërzitur ai? Jo, pse është duke ikur vatanin e vet, ka punuar mjaft, leka ka dërguar, shtëpia ka dërtuar, familja është i kënaqur edhe ashtu vëllezër, vatani jona është xhenneti Allahu madhruar. Në qoftë se ne kemi punuar tu, dita moment të fundit, është duke thënë engjeli Allahu xhaleshanu, o i shpirti qet, irji i kthehu tek Allahu jot, tek Zoti jot, me kënaqësi i madh. Fadkhuli fi ibadi, ti do hyresh në robët e mi që janë të njerëzit i zgjedhur. Wadkhuli jannati, edhe hyre në xhennetin që kam vendosur për ty unë. Edhe kjo momenti vin kur thot dërguar Allahu xhaleshanu, "Thalathun man kunna fi", kush e ka krijuar tre cilësina vet, ai ka për të gjetur ëmbëlsia e imanit.